Në pjesën veriore të Mitrovicës, konkretisht në rrugën Kollashimska, është duke u zhvilluar një projekt infrastrukturor me rëndësi për këtë zonë. Punimet për ndërtimin e trotuarit dhe shtegut të biçikletave kanë hyrë në fazën finale, duke sjellë ndryshime të dukshme në pamjen dhe funksionalitetin e rrugës kryesore. Aktualisht janë duke ushtruar bazamentet, vendosur bordurat dhe po përgatitet terreni për kubëzim, me qëllim krijimin e një hapësire të sigurt dhe të përshtatshme për këmbësorët dhe ciklistët. Projekti është pjesë e angazhimit të komunës së Mitrovicës së Veriut për të përmirësuar infrastrukturën dhe jetën e përditshme të qytetarëve në të gjitha lagjet, përfshirë edhe veriun e qytetit. Punimet pritet të përfundojnë brenda afatit të parapar, duke i dhënë kësaj rruge një pamje moderne dhe duke krijuar kushte më të mira për qarkullim të sigurt dhe të qëndrueshëm.